Roku wow. Për ëndrën që u shujt. Askur s'ka me besu, sa shumë për ty kom vujt. T'lutem mos u mërzit, nesër ka me t'haru. Sonte më lidhe pak, kam nevoj me t'kujtu. Ti dhash të tana, edhe zemrën ti dhash të tana. Edhe jetën e po t'a ktheja, kohën brapa do të t'a thoja. Të vërtetën ti dhash të tana. Ti dhash të tona. Nuk kam nevoj me prezentu heq, sonte me neve është Gjibani. Po më prezentove, ama. E po. Mirë se gjeta Brik. Mirë se je dhe Gjibo. Faleminderit shumë që ke ardhë nga Tirana, ke bërë gjithë këtë rrugë për me qenë sonte prezent me neve. Nderi krejti imi me ardhë në Kosovën që kam si shpirt, këtë rallë kam marrë nga Rubiku, nga vendlindja ime, vend banimi, ku kam origjinën. Isha në Tiranë mram, e kishte Beskallaku një koncert me Teuta Selima me Eli Malaj, edhe mas koncertit kam flet në Rubik, jam njës direkt. Faleminderit shumë. Të lutem, faleminderit për ftesën. Hyrjen e bëm me këngën tone 3. Po. Një këngë shumë e mirë, paktën të edhin që më pëlqen shumë që e ka. Po, se ti e keni gjuhë para se me dalë një 3-4 javë, 3 javë para. Edhe si po shkan, a mendon që ka pas sukses kënga edhe në Kosovë sikur Shqipëri, se e di që në Shqipëri ka qenë shumë viral? Me sa kom pa në TikTok. Ideja se akoma nuk e kam kontrollu të ato analytics të statistikat e YouTube-it, veç pe di që komentet më të shumta që janë negative janë me dialekt Kosovës, po më kanë thënë shoqe që u ka bë virale në TikTok në Kosovë, po hec mirë. Mu më ka dalë shumicën e kohës në TikTok, dhe më thonë e kam pas shumë për atë pyta dhe dje, a pas ka dalë konga? Se posh gjatë gjithë kohës TikTok, edhe posh po. E pse po mendon që janë këto komentet negative Gjibani në të Kosovës? Po besoj se ekziston një paragjykim, në mënyrë të padrejt, një paragjykim e një racizëm, sepse e kanë marrë shumë personalisht disa shqiptarë të Kosovës këtë konfliktin e debatet që i kanë pasur me Gjestin, po e prezentojnë Gjestin a thu se është ambasadori i Kosovës. Gjesti nuk është ambasadori i Kosovës, Gjesti është një shqiptar, unë jam një shqiptar, ti je shqiptar, e ata janë shqiptar. Unë mune me pas debat konflikt me dikën, po pa e menu se nga është ky. Se unë po ta kisha menu që shikoj, nuk po bëj debat me Gjestin sa është i Kosovës, unë s'do kisha bë si gjë asnjëri aty mrena, s'do t'isha marrë, s'do kisha lut, as do kisha bë sjelljet e mia. Sepse pavarësisht të keni pasur ato momentet e bukura bashkë. Nuk ka shans. Se kemi pa kur e kemi mbulu natën, e keni kujdesshëm ndaj tij, po ndodh gjithmonë ndaj konflikti i vogël ose diçka. Ka shans, edhe konflikt më i madh. Gjithmonë mundet me ndodh. Edhe konflikt më i madh mundet me ndodh, edhe sa herë Gjesti ka prek moral Valbonën ose një nga femrat e shtëpisë, unë gjithë jam ngrejt, po nuk ka lidhje me Kosovën, se unë fjalën Kosovë nuk e kam përmend ndonjëherë në debatën konflikte, asnjëherë kur. Për mua këta më thoshin është mysafir, unë ju thosha nuk kam mysafir, se Gjesti janë në shtëpi vet. Po, edhe gjithashtu krejt jeni aty për çmimin e madh, kështu që ajo është lojë edhe... Absolutisht, se ma bashin kë 24 vjeç, 24 vjeç, ai merr 100.000 euro tamam sikur e marr unë. Po, fiks. 100.000 euro njësoj atit, njësoj mua, se me pa unë 24 vjeç. Po mu diçka më ka bë përshtypje, Gjesti ka shpirt. Ka shpirt, edhe pse ban gjeste, a njëri që ka zemër, po për arsye njerëzve që kanë jetë me to, Gjesti e gënjen menjen që njerëzit nuk kanë ndjenja. Se për i thoi kjo Rozana për mu Gjibani a dashuru me dikën, se s'po du me përmene emra aty ke Bigu, e kjo thoi ke jo mërse e ka për loj. Nuk janë tana loj. Ma të shumëtat nuk janë loj ke Bigu, është jeta për vërtetje. Po gjithashtu, më ka bërë shumë përshtypje gjithashtu babi Gjestit, që hallalja boft zoti, kur u pyet nga fan klubi ku erdhi mi bë surprizën Gjestit, sa që jo s'kena diçka me Gjibanin, e mu bë qefi, jo... Po përderisa familja tina nuk ka punë tute, më falë që ndërpret, nuk ka punë tute, nuk ka punë frike, po mu bë qefi që një burr i tillë, sa i duke ishte domethënë burr zotni, kur ai ka mujt me pa për te konflikteve që e kam pasur me Gjestin, ka mujt me pa se tha, po tha ne kena pa dhe qysh ja ka pus kokën. Normal që ja kam pus kokën se ja kam gjan. Kur më ngacmon, e ne me vllajin tim kapem kur më ngacmon. Domethënë me Gjestin nuk e kam pa ndonjëherë si armik. Qysh e ka Gjesti aty e kam pas si banor, si tan tjerë se shumica thoshin, a këta kanë për ta marrë një javë, ka për t'ik. Jo, mund ta marrë një javë, mund ta marrë një ditë, mund ta marrë një muaj, mund të fitojë Bigun, por mua një herë e kam pas si vëlla të vogël. E rithëm dhe i herë që edhe me shokët e mi momentin që kam një keq kuptim unë mund të konfliktohem.
Po s'do me thënë kjo se... Na ndodhin gjithë vetë. Po, s'do me thënë se kam personale me Kahinën, a me Robin. Unë e kam me sjelljen, ma bani sjellje të keqe, atëqarohem. A është ma e zgjuar me ba sjelljen e Gjestit që munohet me qitë prej vete për me marrë çmimin? Bravo i qoftë. A e bolcvotja e ka luajnë e vetë, unë kam mënyrën time si sjellem. Tash na edhe femra jena për momentin që na preket huna ose na ngacmon dikush edhe na mujna me dal pak na shtjash të vetës. Unë doja me ditë shumë çfarë do bate produksioni, sikur unë t'ja kisha prek hunën se Gjesti para se me prek mua ai, ja 3-4 orë para se aty kam net një motor 5 minuta, ke sfida e Stormit. Gjesti kam thoj ke apo guxon ma prek hunën, ky vet u kap me mua. Vet u kap me mua, gjushin topa bashkë me Eglin, bashkë topa me rrobat. Edhe po ne gjujkan kikirika gjana me të shtinë sy, a kupton. Shumë pa, e dosha me ditë, se ka guxon ma prek hunën, sikur unë t'ja kisha prek hunën çfarë kishte bëu produksioni. Sepse ne e kemi, domethënë nuk e di si janë këtu në Kosovë, por në Shqipëri me ta prek hunën kur zihesh, as me të shoh nanën. Tash ky më thënë mua, a guxon ma prek hunën. Gjesti u trem se ky po i sfidoi ke vajzat. Unë dola nga dhoma rrëfimit, vajta ke dhoma gjumit, një gjëj Danjen e në Valbonën të bërtit të uzan me Gjestin. Shkoj me po që atu ban shikoj Gjestin banjo. Gjesti ka tash me bo punë e banjës qysh sa fut në fillim. E për ne jam gjujtër në parë. E që shikoj në banjo, futëm... Po çka ndodhi gjithë, se jo faktikisht jeni fut të dët në banjo. Pse nuk ndodhi nominimi kokë në kokë? Tash janë dy mundësi, ose ka vendos vllajma, se ne nuk e pritëm primin sepse u ban qa u ban. Ndodhi çka ndodhi fiks, faleminderit. Po... Mikrofonat kanë qenë hapun, prandaj ndoshta s'ka zar fizik direkt, se mikrofonat tonë kanë qenë hapun. Unë s'kam pas mikrofon, por Gjesti ka pas mikrofon. Pra nuk ka se kena diskutu diçka, si me thënë, diçka me boni plana, me boni strategji. Pastaj, ne kur kena dal të përqafum me njëri tjetrin. Sepse ne e bëm një gjë pavarësisht se ishim kundërshtar, ne e bëm një gjë që as kërkush s'guxonte me bën aty. Po. Domethënë Gjesti i sfidoi vajzat në mënyrë pa drejtë mendoj unë, se s'kishte pse sfidonte vajzat, se shqiptari nuk e ka zakon mi thënë një femre që hajde a guxon diku ku nuk monitorohet, a guxon hajde fut në banjo. Nuk e ka zakon, nuk kanë traditën tonë. Tani, pra ne besoj se nuk doli direkt zar fizi, me ardh direkt zar fizi. Ama nga aty e tutje, Gjesti u kundërvu shumë ke Storm Arena, ke sfida e Stormit, me ne në kam, kush rritë ma shumë. Ky gjithë po ngacmote, paknote qori i Lazit, as ju qut ajo kanga, te di që unë kam pas probleme, kam pas aksidentin me syrin e majt, edhe do më thënë të gjujt të ranë shumë, bashkë me Eglin. Ti mrena nuk është se e ki shfaq që ka ndiku që kja të këte, nuk është që e ki përmend ati nuk viktimizu për shambull, nuk je viktimizu për këtë sen. Unë kam vdekje, me ne me luj viktimen, e përvec se e kam vdekje, unë nuk di me ba. Unë dy gjana nuk di me ba, nuk di me ba njerëzit me qesh, kur s'dun me qesh, që ku njeriu është hapi, adin, kur janë vetë hapi nga natyra, mundesh me shtyp në qatë, si me thënë, me gjetë në qato themelet që i ka të ndërtume nga fëmijëria vetë, edhe nga karakteri, mundesh me bo gallat, me kalu bukur. Ama një njeri që s'don që të shikon me inat, se ku kanë qenë shumë banorë që më kanë pa me inat nga fillimi, ato s'ka mujt asnjëherë mi bë të gëzuar, mas mi bë me qesh. Që ata s'di me bë me qesh robt që s'duan, e nuk di me bë viktime, ne kam problem të madh shumë. Unë edhe problemet që kam pas një time, që kam pas faleminderit Zotit, du me thënë se më kanë ndihmuar për mu bë kjo që jam. Kam pas shumë, por nuk edhe i harroj automatikisht truni im ato traumat që kam kalu, sikur i fshin, mundoj me moj mend vetëm gjanat e bukura, s'di me luj viktime. Po unë të kam thonë ty se ti je një njeri shumë i sinqert, edhe një njeri shumë i drejt për drejt. Edhe njerëzit e sinqertë, njerëzit e drejt për drejt e kanë shumë problem u ambientu me tjerë, se i pengon çaj personaliteti yt i fortë. Nuk do flas për vete tani, do futem pastaj ke kjo analiza që hape, po du me thënë diçka, unë ka bërë shumë përshtypje mënyra se si i vrojton gjanat, edhe kur të kam taku për herë të parë, ka bërë përshtypje përveç paraqitjes jashtme që do me thënë je shumë e bukur, mënyra se sa i zgjuar je, si shikoj, jo vetëm për këtë, po në mënyrë të përgjithshme gjanat si tregoshe ose si vrojtoshe, se për mua me mujt njeriu me observu karakterin e tjetrit është aftësi shumë e madhe. Më ka bërë përshtypje gjithë këti. Edhe ndihem shumë krenar që në kundërshtim me shumicën e meshkujve që shikojnë një femër vetëm nga paraqitja jashtme, e kam edhe unë atë aftësinë me mujt me kuptu një femër me vlerësu për zgjuarsinë që ka. E ti shumë e zgjuar je, më pëlqen shumë që gjanë këtij. Faleminderit shumë. Ndërlina tash çto. Nuk e di a ke pa në Kosovë ka çarkullu edhe në Shqipëri, më duket në disa vende.
një foto jona që e kena bu me një neje që kena qenë dy të ftume dhe kena bu një foto bashkë e kam postu, ne. Nuk është diçka që e kanë zbulu media, është diçka që e kam zbulu unë vetë dhe te, do me thonë, e kena postu me dëshirë. Me vetdije. Në Shqipëri kemi një shprehje thotë nana mushkës, a baba mushkës, a gomarja, zbuloj zilë është kënësari. Kështë dhe portalet tona e kanë paket, mu mundu me shpike, me zbulu. Tash i përsaj për këtë fotos, është interpretu si kur diçka ekziston, po kur s'pes qaron e zoja fotos, s'kam pse s'qaroj une. Pse me s'qaru une? Une ty t'kam të ftum, kështu që dush me s'qaru te. Du me s'qaru, më pëlqena e foto shumë, ti më pëlqe shumë, ne jam ka pëlqy shumë, ja dim shumë për nderë produksionit Topit, Top Channel që naftoja aty ke Escape, ke shfaqja Aureles, Aurelen cilën e përshëndesim, ka shumë mundësi me datë 10 jem dhe unë aty. Kështu që nështë ta bëjmë atë nejen prapë, po këtë rallë unë në skenë. Hajde suksese, shpresojmë me gjithë qapë, do të keme marrë prapë në Tiranë. Po, atë ka pëlqy vetja si këtë dalë në foto. Normal, që unë e dalë gjithë mirë. Po, unë atë kam pëlqy si kam. Edhe ti mirë këtë dalë. Unë ka pëlqy shumë, po prapë se prapë unë e ta kom zbukuru. Po, se s'ban. Gjiban, qka deshta me pyet për pjesën e garderobës? Sa shpenzon ti në garderobën tonë? A je ashtu njeri shumë i fiksum me veshën, që jap shumë rëndësi edhe... Janë disa meshkuj kështu që nuk dalin një defekt me pas një diçka mundon me kanë perfekt. A je ti të që ato meshkuj? Që tashe, une ke ato meshkuj që, do më thënë, 100% i kurum, nuk di me thënë a jam, po di me thënë që trupin tim, higjenën e trupit e kam merak shumë, do më thënë, me higjenën e trupit jam i fiksum, ma letë preferoj me pas roba që më shkojnë mu, nështë nuk janë shumë shtrejta, jo tani se qysh, do më thënë, u bonja do vite që tash më do kësh mirë, se ti njëherë vesh kostum, po më ndoj kështu elegant, ta një del komplet sportiv, qka ka ndodhë dhe në beg, krejt me kostum me kostum sportiv. Me kostum sportiv. Me thënë drejtën qysh mas videoklipit me Angela Peristerin, që më njofti Joni Pecin, që u veshtëm se bëm remake, e kam pasi kong dikur të dua me Crazy Girl, e bëm remake me Angela Peristerin, e na vesh Joni Peci, edhe qysh se kam zbulu ato garderobe në koleksionin e Joni Pecit, me thënë drejtën sa vesh kostume nuk i hik dot. Me thënë nëse du diçka, do drejtohem ke Joni. Tani me këto, si thoni, trajnerka, komplet sportivi, thënë. Na i thënë trenerka. Trenerka, apo trenerka. Këto me Adidas, se Adidas është pjesë e kulturës hip-hopit edhe i preferoj shumë. A shpenzoj shumë për veshjen. Me thënë drejtën ma para shumë. Na kanë falimentu për veshjen, tani po ofrohen, do me thënë stilistat e kompanit, nuk është se kam pas shumë problem, po shpenzoj, kur është me shpenzu, shpenzoj. Nëse kësha pas ndorë me ta zgjedhën ty një veshje, a ma këshe leju, a këshe pas besim që kësha mujt me desh që shduhet? Sigurisht. Pas e herën e kalu me të këshë pas vesh Valbona. Po, jo, shive, Gallate, shaka e ka bon, se me thënë drejten mi ka zgjidh veshjen asistentja Jonit, e ka thënë për shaka, Valbona thjesht ka thënë okej. Thjesht ka thënë atë okej përfundimtar që... E nëse të kishtë të thonë jo? Besoj se do t'i kisha vesh për prapë. E kena këtë marrëdhënie me Valbonën që edhe me, do më thënë, diçka mi thënë një tjetër të jo, për momentin prapë bëna shok prapë. Kështu që kena kalu vështirësi ma të mdhaja, kena kalu ofendime të mdhaja me një tjetrin, e prapë kena rritë... Ti prapë se prapë e ke mbrojt Valbonën, sa ke qenë mrena në beg, me sa kemi po? Unë kam një problem, përveç pëlqimit që e ke pas, edhe e ke pranu edhe në beg? Po edhe kur nuk e kam pas ma pëlqimin se do më thënë ashtë këput momentin që ka deklaru për lajertin diska, unë, se me thënë drejten aty, ka marru për një men, nuk nëse kam marru se, do më thënë, unë kërë shikë që një femër nuk donë, 100% nuk donë, a tjetër gjanë kur flirtoj se du me ngacmu, du me bo gallat, du me bo lojë. E se e vrej 100% që nuk donë? Ja, hika, jo më shpifet, a din, më shpifet vetja ime, thëmë që jam të bo. A kupton, se takes two to tango, nuk kur ekziston kimia, po e rithëm dhe i herë, a tjetër gjanë kur luj, kur e bëj me qëllim. Po Valbonën, edhe çdo femër, ja ty, po në përgjithësi, unë kam shumë problem, i kam problem këto meshkujt e këto që është një vajzë e bukur, direkt duan me nxjerr i thashë them, duan me bë kurv, duan me bë të përdalun, duan me bë me nxjerr të keqe, nuk e duroj dot ç't gjë. S'munem, se masanej kur i takojnë nga afër e luajnë në rolin komplet tjetër ndrysh. Kam respekt, kam janën, kam tjetrën, ose ka shumë që s'dinë mu sjell janë harbuta.
Po është ashtë të mentaliteti shqiptar është pak ashtë që nëse nuk mundesh me pas një kontakt ose një raport me ta, patjetër dush me fol diçka keq. Si dhelpra me rusht, po dhelpra me rusht. Kur nuk e ka mri rushtën. Po kur ja ka mrit, ka thonë janë pa bom. Po kjo është fabule e Sopit. E Sopi i thonë se ka qenë grek i lashku që besoj se ka të bëjë me jugun e Europës. Nuk besoj se ka të bëjë vetëm me ne shqiptar, por ne shqiptarët e kemi mas shumë tje. Që femrën momentin që nuk e kapim do t'i femrë ose s'punena me pas një kontakt me ta, gjithë dona me nxjerr të keqet për dalun. Po. Pëlqen hisë kjo gjë. Ndjen mirë që e ki këtë mendim, sepse shumica e meshkuj faktikisht do të me pas që të mendim. Po më kalan panuse që kjo mendim. Që kjo mendim kalan panuse. Hajde gjiban se e gjen. Hajde qisht për nuse me gjibanë. Jo, s'jam tu qajt, po adi vetëm po thëmë, unë vete kam zgjedh. Vete kam zgjedh këtë lloj, domethënë këtë mënyrë mendimi. Gjithmonë dal dikush që të vlerëson për çato që je dhe për mendimin. Ama shumica po i duan njerëzit, po i duan shumica femrave po i duan meshkujt harbuta, a din, me i ul. Jo, nuk është çështë. Unë çështë po vrej. Faktikisht do ta shihim shumë personale, se mendimet normale janë ndryshme, po. Edhe në Big, me që Bigu është i freskët, unë jam ish banor, edhe në Big më kam pa shumica femrave kanë zgjedh meshkuj që ose kanë pas pëlqime, kanë qenë skuntha, nuk ju kanë tregu sa është dhe kjo stili tjetër. Janë dy lloj stilesh meshkujve. Përdorin ose këtë stilin që e ulin femrën, për me pas mundësi me kap, ose janë skuntha dhe thonë, e mohojnë se kanë pëlqim, që mos marrin femra të drejtë me dal nga sipër, i thonë jo në shok jena. Ai luajnë rolin sikur janë shok. E mos janë 2, 3, 4, 5 muajsh, e nxjerrin domethënë veten, nxjerrin kokën që ja kanë diçka më tepër. Pra tash unë s'di me bastionin as tjetër, as me ju afru një femre me lujt rolin që shiko se unë du për shoqe, jo valla po m'pëlqen. Direkt. Po jo po m'pëlqen unë tham. Po m'pëlqen i vajzën, unë tham po m'pëlqen shumë e bukur. Unë pëlqen mi dhën Cezari çashtë Cezari. Çashtë e Zotit është e Zotit. Kur e meriton m'ia dhën një vajzë komplimentin se si thonë to give her flowers, ja dhën lulet që meriton, unë gjithë du m'ia dhën lulet që meriton. Unë thënë i e bukur, nuk e kuptoj pse duhet me ekzistu, pse duhet me qenë problem. Që kur e ke pëlqimin për një vajzë, mos m'ia thanë mu shef, me luaj rolin. Është ajo pjesa e krenarisë të çdo mashkull, mendoj se është çaja. Krenari, a ka krenari më të madhe se sa me qenë mashkull me të pëlqyer femër, e me pas guximin, e me pas forcën. Okej, atë pra ju mungon guximi. Atëherë unë besoj se ju mungon guximi, kështu mendoj unë. Rrugtimi yt në Big Brother është ndërprej 2 herë. Domethënë edhe herën e parë, edhe herën e dytë fatkeqësisht. Nëse të kisha mundësia prap herën e tretë. A kishe shku në pjesë sërish në Big Brother? Tani është shumë vonë, po nuk po tham direkt për tash, po mendoj vitin tjetër. O, jo qof lak. Nuk ishe marrë më pjesë në një reality show. Ja, po jo se nuk do t'isha shumë më i përgatitur, jo se nuk do t'isha shumë më gati, po besoj të ca sfida, besoj të ca eksperienca. Shive, Big Brother i gjithë vazhdon jashta. Krejt bota është një Big Brother. Të njëjta gjana, vese i vetë mënyrshim është se kur futem në përbanjë tani nuk shikoj sipër me pa ka kamerë. Ose kur shaj, nuk kam frikë se po më thot dikush kujdes mikrofonin ose se më vjen një zar fizi. Ama bota Big Brother është. Krejt jeta është Big Brother. Big Brother janë një mikrokozmo, një miniaturë e botës. Kështu që domethënë eksperienca ime nga Big Brother i vazhdon jashta. Unë çato mësimet që kam marrë nga Big Brother i aplikoj në jetën e përditshme tani jashta. Se unë nuk e kam pas si çmimi i madh me fitu lekt, se çato lek bova ki nxjerr me koncerte. Çato lek të çmimit. Po unë e kam pas si proces vet monitorimi. Se vllai i madh momentin që na fut mrena përmes zërave, unë ju tham zana, se kanë qenë 3 vajza e një djalë, që unë ju tham zanat. Rrejta 3 vajza 2 djalë. Po vllai i madh na ka thënë, gjë e parë që na ka thënë dhe vetmja, se më pyesin shumë këto konspiracionistat, a ju kanë mësu? Jo, nuk na kanë mësu. E vetmja gjë që na kanë thënë, ka qenë shijojeni. Edhe ata janë për kujdes për neve. Kështu që nga që janë për kujdes për neve, ka ekzistuar eksperienca pozitive nga ana e psikologjisë, për sa i përket produksionit edhe, domethënë njerëzve, shumicës njerëzve jashta, se njerëz që urrejnin atë gjë ka kudo. Po për sa i përket banorëve, të njëjtat arketipe, një njeri që cilët mirë për interes, një njeri që kur flet me ty ato fol me kamerë, një njeri që s'është i sinqert kurrë me ty, një njeri që ta ba qefin mbrapa shpinën shkon e përfol
masonej mrapa shpinë, do të thonë nga para thot gjithat mirat, nga mrapa gjithat zezat, çdo njerëz ekzistojnë në jetë për vërtetë. Kështu që Big Po Brother ti po thuaj që çata që janë mrena janë të njëjtit po edhe jashtë. për zotin çat gjë kam vret. Për atë krysh kam pa fiksa gjë, i shikoj banorët tu fol me njëri tjetrin, i shikoj si sillen, shikoj ish banor ose banor që kanë qenë mrena, kanë dalë jashtë, janë rikthy, i shikoj janë fiks për vërtetë. Sepse disa për shembull janë shumë fokusuar në lojë. Më fal që të ndërpriva. Jo, shumë Po mirë. disa janë shumë fokusuar në lojë, edhe kanë herë mendoj që dalin jashtë vetës, edhe jashtë normave. Besom janë njësoj jashta, besom. Kush shtiret mrena, shtiret në jashta. Besom, kush shtiret mrena, shtiret në jashta. Kush ka aftësinë me t'i provoku nervat e me lujt që atë lojën e nervave mrena, e ka që atë aftësi me e bo në jashta. Janë jetë për vërtet i sillen njerëzit qashtu. Nuk mund është 2 ditë e para, 3 ditë e para, hajde maksimumi 1 javë, hajde 2 javë që se je shumë i fort, mund është me shku me strategji. Masanaj nuk e man dot se të detyron ambienti, izolimi, a formati i tillë se ti ke me dalë robi që je, nuk e pretendon dot ti, nuk shtirësh dot një njeri që nuk je aty. Gjiban, me cilin prej banorëve, ose banorëve, ki raport mirë edhe jashtë, ose të paktën ndoshta që je befasu kur ke dalë jashtë ka qenë pak më ndryshe, më afërt me ty. Sepse më duket që ki raportet mira. Me Valbonën edhe me Livjen kam, me Petron kam raportet mira. Petro? Petro Gjori është këngëtar, u kon aty. Nuk ka ne shumë. Nuk ka ne shumë. Zever Boki, nuk ka ne shumë asaj, kam shumë respekt për atë njeri. Pra, Bernardi është shumë i sjellshëm. Shumë i sjellshëm. Dhe më thonë, ke mbajt raportet mira dhe jashtë me ta. Mas shumë ti me lidhjen e me Valbonën, që kam pas do më një ataku ma shumë, po Valbonën kur ulen në ambiente, që kemi njerëz familjarë tonë, e bëjmë muhabet më duket njëri ka që afërt. Me gjithë se aty kena pas do konflikte shumë të forta, e shikoj, i thamë në herë, valla, je shumë e mirë, je rob zoti, si është e mundër, do më thënë që i kena bërë këto debate ka që të forta aty. Po, shumë debate kanë nëllë për fajnë tim, sa është letë me këthy gishtin nga tjetër me thonë e ke fajnë ti. Po kam pas shumë herë në faj, njerëzit cilën tjetër nërësh, shikojnë tjetër nërësh kur je jashta, janë shumë gjana tjetër nërësh. Po nuk e... Dhe ishta mund të lidhë për shambull, është kjo e vërtet që sa jenë beg, për shambull të komentet negative që i marim shpesh herë, si ti edhe unë e marrë komente shumë negative, kur takoj njerëz live, e ndryshojnë qasin me ty me njëherë. Unë pranaj... Në më thonë, me njëherë bëhen ma dashur, të afrohen, se e pa me dhe sot në Kosovë, dhe më thonë, njëjtën kohë sa ishën të artë për gjirime, shumë njerëz busqeshin, gjibani, e kështu. Dhe më thonë, edhe në Kosovë more dashni, e pash edhe në Kosovë po dojnë. Faleminderit, për Zotën, për atë Krisht, nuk kam lumturi më të madhe se sa kur marrë dashuri në Kosovë, e respekt. Sepse, unë e kam thënë edhe e kam thënë dhe ke prajmi, janë gjujt shumë në për komente kosovare, kanë thënë, jo, ti nuk je i joni, mu nuk më interesu me qanë jashtë kërkujtë, se unë jam i vetës time, i babes, i nanës time, i vlajt tim, i që aty në jam une. Po unë e konsideroj vetën të Kosovës, sepse 3 barajët mirë ditës kanë arë për Gjakovës. Unë e konsideroj vetën time, nuk thëmë tani, kanë arë para 500 vjeç, qarën si e ka, kanë bot testin ADN-s, kam pas në 5, në 6, 7 brez me gjak me shqiptarë të Kosovës. Pra, unë gëzohem shumë kur marrë dashuri nga Kosova. Tashi, a është e mundur që dikush që futet e ban një koment negativ ose komenton me dikën neje, thot diçka të keqe për mua kur shef nga afër, mundet me ndryshu mendim, po është e mundur. E për çet arsye, unë shumë herë jam i rezervuar me dashamirësit ose me fansat që shpo i themi, fans vjen nga fjala fanatik, se këto nuk është janë fanatik, po njerëz që të kanë qef, domethënë simpatizanta, shumë herë jam i rezervuar se thama i qysh më shikon mua dhe tregohet pozitiv, mundet me pa dika tjetër, prapë mundet më thon ti je më i miri, sikur ma thot mua, unë jam pak i rezervuar, por kur ma japin dashurinë për vërtetë, respektin për vërtetë, unë e ndjej. E ndjej, mundon shumë herë më thonë për zotin nuk dona me të bëj qefin, por me të vërtetë kena dash shumë, kena pas qef shumë. E unë i tham, nuk ke nevojë më lodh se unë të kuptoj. Unë të kuptoj, nuk ke nevojë më shpjegoj, unë e kuptoj se sa më ke dashur.
Momentit, unë edhe me, jo vetëm me simpatizantët, unë edhe me një vajzë mundet me mushtirë se më ndon ose se më respekton. Unë e di për sa më don, e di sa më don, e sa i shpifem, e sa atë ushtirë, e sa më don për me rujt ata qytetarinë e vet, se ka vajza që nuk duan me tu sjell në mënyrë harbuçe, marrin distancën atë, po marrin ata respektin, po nuk është e thonë se duan. Ose ka vajza që mund me dash shumë, e mund më bën shumë agresive pse nga xhelozia se duan. Se unë e kuptoj gjithçysh, nuk ka nevojë dikush me ma shpjegu një simpatizant. Po e di se ndryshon kur shikojnë nga afër njerëzit, teleshikuesit kur shikojnë nga afër, në vëlla, ky që ka njerëz si ne, je prej vërteti. Se aty që shikojnë nga ekrani, ju duket gallat, marrin telefonin këtu, aq ky... Po, dhe letë kanë edhe më fut me shajt, me ofendu... Mu nga Gjibani ma kanë ba Gubani, shumë shqiptarë Kosovës, po, Gubani ma kanë ba. Shumë racizëm kishin vlla, dhe sepse shumë racizëm. Po, nëse jam i Shqipërisë, katolik mirë ditë, vlla, mund është me qesh lirshëm, unë e qesh me këto komente. Unë se kam ditë çka do me thënë, bërlogu, da diçka i thënë, se di, çka do me... Ani, nuk e di çka është. Guban është shumë një fjalë e keqe. E keqe, Ani, unë besoj se secili e prezanton veten e vet. Kur dikush futet këtu, edhe më shan mua, ai nuk më ka shan mua, ai ka prezantu veten e vet. Sepse nëse futesh e ma thuni llaft pist, ti je tu prezantu veten tone si je ti, se ti je i pist. Ti veten tone e prezanton, ti mos mbaj gjan. Se unë komentet në dorë kam, po domethënë, kush du i shikoj, në herë futem e i shaj me listë dasme. Tham, kush ka shoh këtu listën e dasmes? Të tonëve. A di qysh, nuk është mirë, unë edhe thash, unë jam femën, edhe mu më paragjikojnë shumë për veshje, për ndërhyrje, për krejtësare të më paragjikojnë. Kështu që tash jam mësu, edhe tash sa ke dalë për bigut hala, mas një viti ma këto veç kanë me hini vesh, me dalë veshin tjetër, edhe ma nuk kemë bu marak hetë se të bëhet. Dhe me thonë, këto vazhdojnë gjatë gjithë kohës keme marrë ofendime, gjatë gjithë kohës keme ushajt, keme u paragjiku, kështu që thjesht du të më mësu, ti me dasht vetën, me pranu vetën që shje dhe s'ka lidhje çka mendojnë tjertë. Unë kam një problem shumë të madh. Falni pak për... Piti vend, sa të flasune. Për fytyn, se jam ftof pak, kështu që... E ke zanin shumë seksi, Faleminderit. edhe pse je ftof, pse ke zanin e ngjyrën. Gjibani e tu ngacmu si shumë. Po. A është që ngacmim? Po. Fjertin. Erë prej atje në Kosovë me ngacmu. Tani ju të po thuni që Gjibani s'pidon Kosovar, qysh bre? Ideja është kjo, unë kam një problem shumë të madh me sharjet, kohët e funit, se nga që kam bloku mesazhet, tani u futshin shumë fansa gjestit për me mujt me msha. E të ty, domethënë bashin follow, për me mujt me dërgu mesazh, por nga që kam bloku mesazhet, tash nuk mundem me msha më ka rash i kushmëria storyve. Ka shumë vizita, profilin Instagram i ka 9.3 milion. Për mu janë bajagi, janë mirë. Jo, për ty për qëtë janë nga gja shumë. E kam ndërtu nga zero, po ama tash nga që s'munen me mshash, po mi shikojnë shumë storyt. Kështu që me mujt me msha ma shumë prap apet nuk ka problem. Hapi, bëne kështu publik, tash s'po di si hape ma dhe i kam nuk... Ata që të ndjekin, ata të njëjtën kohë dojnë me të pa. Pa. Nuk ndjekin këtë, se dhe unë e marrë për shambull, më kanë follow, janë familjar besa shumica edhe futen e të shojnë. Gjithë shka. Po njëtën kohë, dhe më thonë, ndjekin në Instagram, të shojnë foto, të bëjnë like, kështu që mos u mera ka Faleminderit që e theket që janë familjar, më kam po përshtypje para një javë, më shajnë, ka rëbë që më shajnë, ka shumë që më dunë edhe ju faleminderit shumë, gjithë atyne që më japin energji pozitive, ma thëjnë fjallën e mirë, kam shumë gjanë gjithëve. Tani këtë që më shajnë, futëm i shikoj se unë e kam merat, nuk futëm ja pa profilet, se mu më pëlqen mu marrë me ata që kam thënë, jo me robin, pëlqen mu marrë me sjelljen. Edhe futëm e shikoj, ishte një gru, një 50 vjeç, e kishte djalin burr. E kishte prish gojen bajagi. Thote, edhe diçka për synin. Edhe thamë, valla, si janë është e mundur, me qanë robi, domethënë kaq i ult me pas kalamajt burra, si mundet dikush diçka mi ndodh fëmijës vet, se unë aksident ka ndodhur, po edhe me pas gjenetike nuk është diçka. Që është e mundur në robi kaq i flist me fëmijët burra, domethënë, si pa përshtypje? Kështu që ka turli farlloj robi është e vërtetë. Edhe ato që të urrejnë, me thënë drejtën se dashurinë nga urrejtja i ndon një fi peni, i ndon është ballonc shumë e hollë. Që tu për dashuri, që tu për urrejtje, që tu është balanca. Domethënë dashurinë nga urrejtja që aty ndahen, se janë emocione të forta të dyja. Biles urrejtja është dashuri më e fortë se dashuria. Se urrejtja ka emocione më të forta. E kur dikush të urren sepse don që ti t'jesh sikur don ky njeri. Po, fiks. Për shembull, mundesh me vrejt
kur një djalë ose një vajzë dashuron dikan, shumë lehtë mundet më u kthy gjithë ajo dashuria në urrëtie, kur nuk ja përmbush atë imazhin çysh e ka menduar partneri. Me qemi këto te partneri, qysh është një femën ideale për Gjibanin? S'po tham idealja, se ideale nuk mundemi me gjetë bash let ashtu, qysh mendojmë na. Po një femër që i afrohet asaj ideales tonë. Një femër që është ideale, jo që thjesht i afrohet për Gjibanin, je ti. Shifë ba me turp. Hajde gëzuar për brikin. Ja, që shdo jo. Bash si unë të të qena? Po mëra si ti. Vajza, jo që jeni si unë. Hajde, afroni. Shkruni Gjibanit. O, mos më shkuni hisë e i gjej vetë. Ty vetë kam gjetë, vetë kam marrë në Kosovë. Jena njëftë përmes një shoqes tonë përbashkët, sigurisht që e përshëndesim Gjenetën. Përshëndesim Gjenet. Gjiban na kena një pjesë dytë, një rubrik tjetër, do me thonë, që është rubrika jej nej, ose për ndryshe po jo. Okej. Thjesht kemi me t'i dhënë disa opsione edhe ti kemi zgjedh njënin prej tëne për secilën pyetje që të shtrojmë. Okej. Kështu po vazhdojmë. Gjiban, në këtë rubrik kena me sfidu me disa zgjedhje mes banorëve që janë mrena edhe ish banorëve. Edhe të kemi zgjedh njënin prej personave ose personazheve. Okay. E para është Eglitako dhe Danja. Danja. Na i koment? Koment është më... Danja, s'ka koment. Danja, okej. Danja po Valbona. 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 Po. Valbona? Më kam mrojt ma shumë Valbona. Më kam mrojt shumë Valbona, sa herë kam pas debate, konflikte, a fut në mes. Është ma praktike, se Danja tjera thot e tjera ban. Danja më ka ba lojë shumë agresive, po Valbona shumë ma misore me mu. Okej, Valbona apo Rozana? Valbona. Pra Valbona. Valbona apo Gerta? Valbona. Veç Valbona. Se ja ka ba venin vetës. Valbona apo Gjesti? Ja, Valbona. Okej. Valbona apo Loredana? Loredana e kam shumë gjanë. Valbonën e kam shumë gjanë. Do thamë Loredana, se ma kanë ndjek lojën ma shumë. Mirë, okej tash. Loredana apo Jozdi? Loredana ma kanë ndjek lojën ma shumë, kështu që do më thënë ka besu ma shumë ke une, e ke planet që kena bëhe, ke gjitha, kështu që Loredana u kanë i vetëmi njeri, me thënë drejten, që ka pytë në dhomë trofimit, ka pytë Ledionin drejt për drejt në prime që si u bë babi Gjibanit, edhe më ka prek shumë kjo gjë, edhe Gjesti ka dale ka thënë vla, shala bëhet baba ma mirë, edhe Gjesti faleminderit për këtë gjë që ke bë, kur ta shikosh intervistën, shumë faleminderit, se është diçka shumë njerëzore. Kam gjanë shumë për këtë gjë që ke bë. Po Loredana, do thëmë mes Valbonës e Loredanës. Loredana. Edhe midis Gertës e po. Okej, mirë, Loredana apo Livia? E kam një përshtypje që keme ndryshu që thash mendimin. Edhe Livjen e ki shumë gjanë. Shumë gjanë, kam edhe Livjen, shumë e vështirë që pyetja. Do thëmë Loredana për efekt loje. Hajtë se Loredana është mrena, nuk e shah. Jo, nuk shpish mund, shpish mund. Ata që më kanë shok, Valbona e Livja që më kanë shok, e kuptojnë se si ja thamë, edhe nuk besoj se unë gjellit hati, për të thëmë Loredana. Duke qenë se jena të folë për banorët, ose ish banorët të Bigut. Për që në kontekstin e lojes, do thëmë Loredana. Loredana, tash po folim për pjesën e lojës pak. Kush me ndonë që ka qenë më i fort në lojë? Loredana? Kush është më i fort aktualisht? Loredana apo Aldo? Loredana. Është më fort. A shë Loredanën në finale? Nuk e dija do shkojnë në finale, po do doja shumë të ishte në finale Loredana, sepse ka njerëz... Edhe unë kisha do shumë që ka njerëz që po votohen si finalista nga vetë banorët edhe nuk e meritojnë me qanë. Nuk do, s'po flas me emra. Po banorët mrena nuk mujnë me ditë se si është situata jashtë. Jo, ani, ama... Edhe mujnë me japë opinionet të tëre. Ama... Prapë se prapë, jashtë pushim që njerëz goxha shumë po e dojnë Loredanën. Me thënë drejten, une kur jap pëlqim, ose kur tham, do më thënë pëlqim, kur tham pëlqim, tham për loje, për një njeri,
Unë nuk bazohem asnjëherë në populizëm. Domethënë asnjëherë më intereson se çfarë thot shumica, çfarë thot masa. Po Loredana e ka ironin, i ka ndjenjat, e ka sinqeritetin, e ka sarkazmën, e ka spontanitetin, i ka nervat, e ka debatin, i ka gjitha. Edhe është mjaft e zgjuar. Edhe paraqitje, po, absolutisht. Loredana aty ka thënë dashuri po them, domethënë ka bën martesën, ka guxuar me bën gjana. Ka bën sarkazëm shumë bukur, ironi shumë bukura, edhe me Aldon, edhe me njerëz tjerë, edhe me Danjen, edhe me njerëz tjerë, domethënë ka pas raste që nuk i ka nervat ose qetësinë për asnjë gjë. Edhe me thënë drejtën është admirueshme për këtë gjë që ka bën. Pse edhe në Loredanën edhe, domethënë edhe në sytë e mi, Loredana është një lojtare shumë e fortë. Edhe është një person shumë i dashur, edhe kisha dashur shumë e qenë edhe ajo në final. Finaliste, unë shpresoj ta marrë ata që meriton, sepse Fikse meriton. Po, sepse thjesht e meriton, po. Mirë, Gjibane, kemi edhe një sfidë tjetër për ty. Nuk e di a je gati. Gati gjithë. Kjo është gati për Po kam lind gati. Okej. Është një sfidë tjetër. Okej. Prap kena me të... Kush është ajo sfida me pus vajzat bukura? Jo, sfidë nuk e kena sot. Sa i njoh. E di që kisha pas shap, po jo. Fatkeqësisht jo. Najher tjetër. Okej, hajde inshallah. Prap kena me të shfaq disa figura publike. Okej. Edhe ti kemi zgjedh me cilin për tyre kishe bu bashkëpunim ose jo. A të pëlqen sfida? As të pëlqen. Edhe nëse s'pëlqen nuk po ta ndrojnë, ajo, hajde gëzuar, përgatit të dhe pak. Hajde. Po më ke de, pak me pinë e ty. Të pija? Pa që herë? Vërtetoje. Po, të shqipo. Hajde gëzuar. Na gocët e kena ndryshe. Na pina më krina kështë ma modest. Po, me pini. Pina. Jashtë kamera pina na. Gjiban, ti kena shfaq disa personazhe publike. Me cilin prej këtyre personazheve nuk kishe dash me bonaj foto kur. S'kishe bo foto kur. Foto? Po. Fotografi? Jo, me tonë kisha bon. Me të tonë kisha bon. Okej. Me cilat nga personazhet nuk... Biles kam foto me janin për personazheve me Nojzin kam foto. Kur kam qenë te mikrofoni art, kam qenë i ftuar në 2007, jam unë, Castro Ziso, Nojzi. Me Katrën, me Lidri Vulen kam jo foto, po video, sepse kur pata ardhë në 2009-2010, i ftuar nga Getoari, ishim ke dupleksi edhe e thirrja Alsatin me mbo një si tip interviste, mini interviste, u kon Ledri gjithashtu në video, kështu që me Nojzin e Ledrin, domethënë me Nojzin kam foto, me Ledrin kam video. Nuk ka se bahem me asnjërin prej tyne, nuk ka se kam relata, nuk ka se kam lidhje, përveç stresit, që stresin, domethënë, stresin e dur shumë se kam shat vjetra. Me cilin nga personazhet nuk do të bashkëpunoje kur? Ato të 10 personazhet aty janë top, janë personazhe top muzikës shqiptare me të 10. Gjiban prap s'po na jep një përgjigje. Jo, do kisha, unë po të them, nuk kam relata me asnjërin. Me gjithë kisha bashkëpunuar. Me gjithë, domethënë, po të ekzistonte dëshira nga ana e tyre, me gjithë do kisha bashkëpunuar. Kat leshë, kat marrësh janë të tonë super të suksesshëm, po janë këta shumica që nuk duan me bashkëpunuar me mua, se kanë konflikt interesi, nuk po të them se tanë. Po shumica kanë dalë edhe në mbrojtje të Gjestit përballë meje, e kanë prezantuar Gjestin aty se ka qenë viktima e Big Brotherit, kur Gjesti ja majt me Pampers nga gjithë banorët edhe nga produksioni shumë. E kanë majt me hadër, e kanë majt me tanat mirat, edhe për faktin që e kanë marrë, nuk është fair. Gjestin e kanë marrë nga një format që aje ka pas fanbase-in të ndërtuar, i ka pas njerëzit që e kanë ndjek, ka ekzistuar ky viktimizimi që pse s'ia dhon bikun e Kosovës, se tash komplet ato simpatizanta, e komplet ajo ndjesia e padrejtësisë ka kalu për produksionin e Shqipërisë, edhe nuk i lën gjë pa thënë produksionit. Produksioni mundohet me respektu sa më shumë Gjestin, e fansat e Gjestit e shajnë produksionin. Produksioni po ja bën me hile, produksioni nuk po i bën asnjë gjë të keq, se Gjestit janë sjell shumë mirë, me shumë dashuri janë sjell. Shumica nga këto personazhe këtu kanë dalë publikisht e janë shpreh pro Gjestit, sikur gjëja Gjesti viktim, nuk u kanë Gjesti viktim për asnjë moment. Me sa e di, stresi, do të thonë numri 2 është stresi, ka reaguar dhe shumë keq kundra teja. Po. Për
konfliktin që e keni pas bashkë me Gjestin. Gjiban, cilit prej personazheve e kishe bo një des? Stresi ngelet i respektuar nga ana ime, unë kam respekt për stresin, kështu që e kam shok vjetër. Gjiban, cilat nga këto personazhe është më seksi? Të më thonë Teqësh Dafina Zeqiri, Rina Balaj, Dhejt, Tajna Shtat, Dhurata Dora, Era i Strefi. Edhe Tajna dhe Era shumë seksi janë. Janë Gjiban. Ma shumë. Era. Era, se përveç se është shumë seksi, ka dhe, nuk e di, ka një njerëzillik. Është ma, nuk është shumë agresive. Do më thanë, nuk është agresive. Tajna disi më duket ma agresive. A shumë seksi Tajna, shumë e paraqiqme, ama po thamë Era. Era. Po, Era. Kush Ja, nice Era, shumë nice Era, për zotën. Cili nga këto personazhe është më fake se pas teje? Cili më dënë që është më fake? Shemir? Jo, nuk do t'a thamë. Ata që më njohin e dinë se për ka thamë se kush është ma fejku, nuk do t'a thamë. Janë disa që nuk janë vetja tyne, që kanë luhatje, që tjera gjana thonë tash, tjera gjana thonë masanaj, po nuk janë ma fejku. Unë mund të thosha kusha ma real. Hajde, kush është ma real? Mu që ajo Rina më duket ma real, nuk e di, ka një gjanë zemër të ati njeriu, që njeri më duket si kur lufton a shumë luftarake, nuk e di. Edhe një bashkëpunim shumë mirë kish dalë ti dhe Rina bashkë. Unë ja kam pa bo një disë të fort ishit Rines, ati si në bojt, në greqisht, që nuk mendoj se është diçka që realizohet, ama Rina... Se mos realizohet, sepse Rina tash është single. Nëse nuk ka lidhje, po... Nuk e di, po Rina më duket shumë real. Rina kisha pas shumë qef me ju pa në një duet bashkë me Gjibanin, kështu që mendoja një herë, mendoj edhe ti. Unë jam pozitiv. Unë thash me të 10 që janë aty kisha bashkëpunu, se janë gjithë artistat top. Normali kena gjithë artistat më të mirë dhe kena faktikisht shumë artistat mirë shqiptarë. Gjiban, po të falenderoj shumë edhe një herë që ke sonte me neve, jemi knaq, shpresoj që e knaq edhe ti. Shumë. Pyetjet kanë qenë disa me spec, po mos na e nxi për të madhe, kështu që... Jo, pyetjet kanë qenë pyetje që gazetari sigurisht që duhet ta përfaqësojë publikun, opinionin publik. Ti me sa kuptoj ke ma të pulsin e opinionit që ka dash me pyet banin, edhe këtë gjë ke po mas mirë. Edhe jesë qaru, do me thonë gjitha pikat me publikun. Po, sidomos për fotografin me ty. Po dhe, a u qaru, si e lam, ato si ishte puna fotografisë? Shuk. A, shuk, okej. Hajde, shuk. Faleminderit edhe një herë për sonte, kështu që gëzuar edhe shihemi javën tjetër. Gëzuar Kosovë.